Është transmetuar nga Imam Aliu paqja qoftë mbi të se ka thënë: më i lumturi prej njerëzve është ai që e njeh vlerën tonë, afrohet tek Allahu nëpërmjet nesh, na do neve me sinqeritet, vepron sipas asaj që ne kemi urdhëruar dhe largohet nga ajo që ne kemi ndaluar. Ai është prej nesh dhe do të jetë bashkë me ne në shtëpinë e qëndrimit në xhennet. Me këtë thënie, Imam Aliu a.s. tregon se njohja e vërtet e ehli bejtit të profetit Muhammed është çelësi i lumturisë. Njohja e tyre nuk do të thotë vetëm njohje sipërfaqësore, por do të thotë kuptim i thellë i pozitës së tyre shpirtërore, i dijes, drejtësisë dhe udhëheqjes së tyre. Pra, lumturia fillon nga dija e vërtet dhe njohja e atyre që Allahu i ka zgjedhur si udhëzues. Imam Aliu a.s. na mëson se afërsia me Allahun arrihet përmes rrugës së udhëzimit të ehli bejtit, paqja qoftë mbi ta. Ata janë ura që lidhin njeriu me Zotin, sepse jetesa dhe mësimet e tyre janë pasqyrim i vullnetit hynor. Kush ndjek rrugën e tyre është në rrugën e drejtë që të çon tek Allahu. Dashuria e ehli bejtit nuk është vetëm ndjenjë, por një lidhje që kërkon sinqeritet, besnikëri dhe veprim. Dashuria e sinqertë manifestohet në zbatim të mësimeve të tyre, në dëgjueshmërinë ndaj së vërtetës dhe në largimin nga armiqësia e padrejtë ndaj tyre. Këtu qëndron thelbi i ndjekjes së ehli bejtit, pra te bindja dhe pasimi praktik. Lumturia nuk qëndron vetëm në dashuri me fjalë, por në zbatim të urdhrave dhe të këshillave të ehli bejtit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, sepse ata nuk urdhërojnë veçse për mirësi dhe drejtësi dhe nuk ndalojnë veçse nga padrejtësia dhe mëkati. Kush i njeh, i do dhe ndjek rrugën e tyre, bëhet prej tyre, pra pjesë e udhëtimit të tyre shpirtëror. Lumturia përfundimtare është të jesh afër ehli bejtit në xhennet. Hadithi na mëson se lumturia nuk qëndron në pasuri, pozitë apo kënaqësi materiale, por në njohjen e udhëzimit dhe të udhëzuesve të vërtet. Qëndron në dashurinë e sinqertë për të dërguarin e Allahut dhe pasardhësit e tij të drejtë e ehli bejtit. Qëndron në bindjen dhe ndjekjen e ehli bejtit në fjalë dhe vepra. Njeriu më i lumtur është ai që ecën në dritën e tyre dhe e lidh jetën e tij me rrugën e Allahut përmes ehli bejtit të pastër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali.